Ka qenë katahur, ka qenë. Kemi vërejtur mungesë të sinjalizimit. Jemi në magjistralen pej Prishtinë mes Fushkosovës dhe Sllatinës, konkretisht në fshatin Miradit e poshtme. Tash e 2 ditë, njëra kursi e rrugës këtu është mbuluar tërësisht me ujë, gjë që po shkakton rrezikshmëri në lëvizjen e automjeteve. Pavarësisht kësaj dhe temperaturave të ulta që tashmë kanë shkaktuar edhe ngrica, kemi vërejtur mungesë të sinjalizimit. I vetmi sinjalizim i vendosur këtu pra është një kon rreth 10 metra nga vendi ku fillon edhe sasia e ujit. Pjesëmarrësit në komunikacion nuk paralajmërohen me kohë për rrezikun që mundet me ju kanos. A na tregon veprimet që i keni ndërmarrë dhe pse deri tash nuk i kemi pas një sinjalistik ma të bollshme të themi në atë pjesë? Po. Kështu të gjatë orët e vonët të mbrëmjes, mas ditës ju kam drejtuar grupit operatorë të vendosin dritat vezulluese të verdha, që është një dritë shenjë paralajmëruese për pjesëmarrësit në trafik, për që gjatë ditës së sotme isha në vend ngjarjes, për që është një sasi shumë e madhe që të shkarkohet përmes ujëmbledhjeve në kanalizimin atmosferik, për shkak që është ka dalë për shtratit lumi Sitnica. Andaj që të mos vjen deri te ndonjë aksident, ju kum drejtuar grupit operator që të vendosin dritat vezulluese në lokacionet të Dilonit Benz, si dhe tek lokacioni të Slatin. Te Slatina kem sasi shumë të vogël, po kem lagështi. Andaj edhe këtu do të ju kum drejtuar që të vendosin dritat vezulluese gjatë ditës së sotme. Sa larg vendit ku paraqitet rreziku keni kërkuar me u vendos sinjalistika, edhe pse mbas se nuk e vendos pak më herët? Pak më herët për shkak se ka qenë në përgjithësinë e kësaj pjesës që ka qenë katahur, ka qenë. Në një fjalë, si pasojë këtu ne kena pas krejt gjatësim për shkak që ka kyçe nga bizneset në kanalizimet atmosferike.